Në Bashkinë Roskovec ka nisur zbatimi i projektit të Ministrisë së Energjetikës i financuar nga GIZ Albania për instalimin e paneleve fotovoltaike diellore, të cilat do të shfrytëzojnë energjinë e diellit për të prodhuar energji elektrike. Sipas kryetares së Bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufi, panelet fotovoltaike diellore janë një teknologji efektive dhe e qëndrueshme për gjenerimin e energjisë elektrike me kosto zero nga rrezet e diellit, e cila do të shërbejë për furnizimin me energji elektrike të stacionit të pompimit në fshatin Sukni për të marrë ujë nga lumi Seman dhe për t'ia dërguar fermerëve nëpërmjet sistemit të ujitjes. Investimi me vlerë rreth 4 milion lekë për ndërtimin e paneleve diellore fotovoltaike do të shkurtojë shpenzimet e buxhetit të bashkisë, e cila përdor rreth 5 milion lekë në vit për blerjen e energjisë elektrike për furnizimin e stacionit të pompimit. Në fakt, kjo nuk është iniciativa e parë që ne kemi zbatuar apo jemi duke zbatuar. Ne tashmë e kemi të realizuar vendosjen e paneleve fotovoltaike në çatinë e një kopshti pa ushqim. Një projekt ky i zbatuar dhe i mbështetur nga Agjencia e Eficiencës pranë Ministrisë Energjetikës, i cili ka gati 3 vite që është i zbatuar, dhe ne kemi arritur që përmes energjisë që ne prodhojmë nga panelet diellore, ne të ulim dhe të reduktojmë në zero gjithë harxhimin që ne bënim për energjinë elektrike. Pra ne atje kemi një konsum zero dhe kemi sigurisht një shpenzim të shtuar, një sasi lekësh të shtuara në buxhetin e Bashkisë Roskovecit. Ajo po ju për të cilët pyeten ka të bëjë me një projekt i cili në fakt financohet dhe mbështetet nga GIZ Albania. Është një thirrje që ata kishin hapur përpara 2 vitesh dhe Bashkia e Roskovecit rezultoi fituese me projektin e vet, dhe ne tani në këto momente jemi duke aplikuar vendosjen e paneleve fotovoltaike për të marrë energjinë diellore dhe për të bërë të mundur prodhimin e energjisë elektrike, duke çuar në zero lek shpenzimin që ne harxhonim për vënien në punë të stacionit të pompimit për të marrë ujin nga lumi Seman dhe për ta çuar atë në fermerët, qoftë kjo në toka të hapur apo në sera. Ide të tilla janë shumë të mira, sepse padyshim na bëjnë ne që të ulim shpenzimet për blerjen e energjisë për faturat që ne paguanim për energjinë elektrike pranë OSHE-s, dhe bëjnë të mundur që ne përmes energjisë rinovueshme në këtë rast të diellit, energji solare, ne të prodhojmë energji elektrike dhe padyshim të rrisim të ardhurat në buxhetin e bashkisë. Këto janë iniciativa shumë të mira që bëjnë të mundur që përmes energjisë diellore dhe përmes një investimi fillestar dhe pastaj nuk ka kosto mirëmbajtje, ti arrin që të ulësh shpenzimet brenda buxhetit dhe në një farë mënyrë automatikisht ke krijuar të ardhura për të rritur investimet për qytetarët. Gjithashtu unë dua të bëj me dije që ne kemi edhe një projekt tjetër të tillë, i cili do të zbatohet në furnizimin me energji të stacionit të pompimit që ne po ndërtojmë në Knetën e Zezë për të mbushur rezervuarin e Kurjanit. Aty do të jetë një sipërfaqe shumë e madhe, gati 1 hektar, që ne do të vendosim panelet fotovoltaike për të prodhuar energji elektrike nga energjia solare, dhe e cila do të bëjë të mundur që ne të mos paguajmë asnjë lek për energji elektrike dhe për vënien në punë të pompave, të cilat do të bëjnë të mundur mbushjen me ujë të rezervuarit të Kurjanit, duke e marrë ujin nga Kneta e Zezë dhe duke çuar në rezervuarin e Kurjanit. Panelet diellore fotovoltaike, të cilat do të jenë gati brenda muajit qershor, do të ofrojnë një zgjidhje të qëndrueshme për prodhimin e energjisë nga dielli dhe do të rrisin sasinë e furnizimit me ujë në sistemin e ujitjes dhe do të garantojnë ujitjen e tokave bujqësore të kultivuara, ka theksuar për televizionin Apollon kreu i organit ekzekutiv të Bashkisë së Roskovec, zonja Majlinda Bufi.